Qendërmbrojtësi i Leeds United, Jaka Bijol, ka kritikuar tifozët shqiptar që jetojnë në Sloveni për shkak që sipas tij kanë vërshëllyer himnin. Kosova regjistroi fitore historike në udhëtim te Slovenia me rezultatin 0-2, ndërsa për herë të parë arritën të kualifikohen në play-offin e Kupës së Botës 2026. Bijol ka mbetur i zhgënjur se si u dëgjuan disa vërshëllime në momentin kur himni i Slovenisë u lëshua, duke kritikuar tifozët shqiptar. Urime për tifozët e tyre që erdhën në këtë numër kaq të madh, por mërzitesh kur dëgjon vërshëllima gjatë himnit. Ka pasur shumë nga ata shqiptar që jetojnë në Sloveni. Slovenia ju dha shumë, së paku në atë moment të shfaqnin më shumë respekt, sidoqoftë ata po e mbështesnin kombëtaren e tyre, deklaroi Bijol. Pas golit të Fisnik Aslanit, nisi festa e çmendur në Shtojice, ku sipas mediumeve slovene kurrë nuk ka ndodhur një gjë e tillë më herët. Kurrë nuk ka pasur më shumë gazetarë mysafir, kurrë në Shtojice nuk është dëgjuar aq shumë zëri i tifozëve mysafir çdo kund, edhe në tribunë, raporton gazeta Ekipa. Përndryshe, Kosova e zhvillonte një përballje të martë ndaj Zvicrës derisa Slovenia i shkon Suedisë në shtëpi.